Profeti Muhammed është i dërguari për mbar njerëzimin. Në ajetin 158 të surës Araf, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Thuaj o Muhammed, o njerëz, unë jam i dërguari i Allahut për të gjithë ju, i atij që i përket sundimi i qiejve dhe i tokës. Nuk ka Zot tjetër të vërtetë përveç tij. Ai jep jetë dhe vdekje. Prandaj, besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij, profetin që nuk di shkrim e lexim, e që beson në Allahun dhe fjalët e tij. Shkoni pas tij që të jeni në rrugën e drejtë. Ky ajet është një nga ajetet më të fuqishme që thotë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali është i dërguar për mbar njerëzit. Kështu që mesazhi Islam është universal. Po ashtu, edhe misioni i profetit Muhammed është pra universal. Në këtë ajet, Allahu e urdhëron profetin Muhammed të shpallë hapur se ai është i dërguar për të gjithë njerëzit, jo vetëm për një popull. E urdhëron të predikojë se Allahu është Zoti i qiejve dhe i tokës dhe sundimi absolut i përket vetëm atij. E urdhëron të thotë njerëzve se vetëm Allahu jep jetë dhe vdekje. E urdhëron të kumtojë se besimi në Allahun dhe në të dërguarin e tij është kusht për udhëzim. E urdhëron të lajmërojë se ndjekja e profetit është rruga drejt udhëzimit dhe drejtësisë. Ndryshe nga profetët e mëparshëm që u dërguan te popujt të caktuar, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u dërgua për mbar njerëzimin. Kjo tregon se Islami nuk është fe etnike, nuk është vetëm për arabët, është mesazh global dhe i përhershëm. Ajeti thekson se nuk ka Zot tjetër përveç atij. Pra, adhurimi i takon vetëm Allahut. Sundimi, jeta dhe vdekja janë në dorën e tij. Ky është poshti i gjithë shpalljes. Fjala ummi i pashkolluar që përmendet në ajet ka urtësi të madhe. Ajo tregon se Kurani nuk është produkt i dijes njerëzore. Kjo fjalë forcon argumentin se Kurani është shpallje hyjnore. Është mrekulli që një njeri i cili nuk beson, nuk shkruan, solli një libër me thellësi të jashtëzakonshme. Ajeti nuk thot vetëm besoni, por thot shkoni pas tij që të jeni në rrugën e drejtë. Kjo do të thotë se besimi nuk është vetëm deklarim, por duhet ndjekje praktike. Udhëzimi vjen përmes bindjes dhe modelit profetik. Mosimet që nxjerrin nga ky ajet janë: mosimi i parë, Islami është për të gjithë njerëzit. Në Islam nuk ka racë apo kom të privilegjuar. Mosimi i dytë, sundimi i takon vetëm Allahut. Asnjë pushtet njerëzor nuk është absolut. Mosimi i tretë, jeta dhe vdekja janë në dorën e Allahut. Kjo sjell qetësi dhe besim në caktimin e Allahut. Mosimi i katërt, dashuria për profetin duhet të shoqërohet me ndjekje, me vepra. Nuk mjafton ta duam, duhet ta pasojmë dhe të zbatojmë porositë e tij dhe sunetin e tij. Mosimi i pestë, udhëzimi është dhuratë për ata që ndjekin të vërtetën. Për ne sot, ky ajet na përcjell këto mesazhe. Mos e kufizojmë Islamin në kulturë apo tradit, të forcojmë lidhjen me tauhidin, njësimin e Allahut, të studiojmë jetën e profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe të zbatojmë mësimet e tij. Të kujtojmë se çdo njeri në tokë është pjesë e thirrjes së këtij mesazhi.